Sa të letën që kemi dhonën? Do me policisë në vlerëni. O, që ka përgjigja? Një përgjigja nga më të regullë. Ta nuk kanë ta kemë se mas këtyne për flasë, jo? Tash, s'kom ta kemë në rëndosën, kam një dokument. Do në s'kom dojnë me një, ho, që ka përgjigja? Këta pojnë një letë sa kemi dhonën një artë të zyrtarë të në regullë. A pojnë me një me dhona jo? Nëse... Letën e të Do në s'muna me një, për shka këtë vitin. Ha? Për çka? S'kam ta kemë, kam një porosi një letë me ndërzu. Po jo me hinë mrana, i këni pru policin derë. Po mësë më konë policia unë isha hi. Apeliran policin, dhe unë për hi pra. Do më unë me polici për penga një futje në zyra, po. Që urna se për kundër policisë him hera o tjera. Sot për respektojmë. Kosova ka nevojë për debat. Edhe erdha sot me ftu vetëvendosjen në debat, para zgjedhjeve, për ide, për diskutime, jo për pazare, qysh diskutojnë me Lumirin e me Bedriun e me të tjerët. Ajo që është rëndësishme është që edhe media ta bën këtë punë. Nuk ka debat tjetër në këtë çështje. Vetëvendosja po bën debat sot me partitë opozitare sepse i ka damkosur ato. Vetëvendosja ka kry betejën me këto parti që kanë qenë dhe opozitare. Beteja vërtet politike ideore është mes Partisë Socialdemokrate dhe vetëvendosje. Kjo është sfida. E ftoj vetëvendosin, nuk qesim kritere. Cilin do kandidat tyne, pej një dhe 190, me cilin do pej neve, sa herë dojnë, ku dojnë, cilin do debat, në cilin do emision. Nëse s'kan gatishmëri për debat, nëse na friksohen e i marrin policin, nëse dridhen pej zarfa, le të bohen gati më u dridh hala ma shumë pej debatev, sfidav, aksionev, protestav. Jo pse i dojmë ne, jo pse jem përse këtyne, po sepse Kosova duhet me met vend demokratik. Prandaj besoj që media do ta bojnë punën e vet, t'i ftojmë, këta e di që do flasin për numra, e jep një përgjigje në emën temin, kur kemi qenë bashkë s'kem pas numra. Kur kemi hin kuvend 2010-ën, nuk kem pas parti parlamentare, po parti tjera na kanë pranu në debat. Nuk ja ka nis debatet me parti tjera, veç mas jemi hin kuvend. Regula formale që duhet ftohen partit parlamentare nuk ekzistojnë në demokraci, sepse kështu mbytet demokracia, kështu i vjen që futun kuvend e mas na i thrasin debat. E kundërta është, shkon debat për me shku në kuvend. Nuk ka nevojë mu friksu, beteja jonë me ta është beteja aktivizmit dhe beteja ideve. Amo edhe njëherë për përsëris. As policia, as një gjatë tjetër nuk e nalë aktivizmin tonë. Frika aty në sotshme, frika aty në nesër, nuk mbulohet me numra. Ideja, kur edhe i vjen koha, nuk nalet as me dhunë, as me shtypje. Prandaj na jemi të bindur që Kosova e ka rastin unik, ne do ta bëjmë punën maksimale që kuvendit të ardhshëm pas 7 qershorit t'i ofrojmë opozit që se kam pa. Qysh i shkuam sot zyre të partisë, do t'i shkojmë zyre të komisioneve, të qeverisë, të ministrav, nuk ka me pas mo qeverisje të qetë, sepse nuk ka mo opozit formale e të pazare. Opozita e vërtet dhe për një me është Partia Socialdemokrate.